Adon dëshiron që të bësh pjesë e Dinamos, po folën për kontratën, për gjërat, kam menduar që do me thënë ta vendos direkt. Nuk doja të shikoja asnjë opsion tjetër, vetëm për arsyen se Dinamo dihet që kush është, ekip me trofete do me të herë kampion në Shqipërisë, edhe për një djalë të ri patjetër që gjitha ajo ndjesi, gjitha ajo ofertë nuk mundet të refuzohesh. Dhe vendosa që të shikoj dy opsionet më të mira, Egnatian edhe Dinamon. Edhe në fund, në darke, kisha për të vendosur se ku do të firmos. Ndoshta përmend për televizionin. Kam marrë një mendim nga mami, që dua ta përshëndes dhe i them të dua shumë, faleminderit që ekziston. Edhe kam marrë një mendim, kam pas në fund fare dy ofertat për vendosë se ku do shkoj, te Dinamo për tek Egnatia, edhe i kam opsionin e ka zgjedh mami, edhe me gjithë dëshirën time, por opsioni ka qenë zgjedhja e tij. Patjetër për arsyen se mami ime ndjek futbollin, edhe nga ana ime, por edhe e ka qef ta shohë, ka thënë që ndoshta është pak e vështirë ta them pjesën e presorit, po nga që gjithë e dim se kush është Ilir Daja, çka arrit, futbollistat që kanë nxjerrë ai pa, edhe mami mendoi që më mira për ty, më e bukura për ty do jetë shkosh të punosh me Ilir Dajën, përderisa ai ka nxjerrë shumë futbollista, edhe nuk kam menduar asgjë, thjesht kam thënë që do vendos të shkoj te Dinamo, edhe ja vleti që kam ardhur këtu te Dinamo. Dhe erdhe te Dinamo, erdhe në kryeqytet. Sa e vështirë ishte të përshtateshe me kryeqytetin? Sa u ndjeve i mirëpritur nga grupi? Si është marrëdhënia? Të them të drejtën, patjetër, si çdo futbollist është e vështirë që kur të je në një qytet tjetër, siç e quajmë ne, në thonjza Jabanxhi, është shumë e vështirë që të përshtatesh, pasi për mua ishte hera e parë që largohem nga shtëpia, ishte hera e parë që largohem në një klub tjetër, por do t'ju jem falënderues patjetër gjithë familjes Dinamo. Do ta quaj familje për mua, pasi qysh ditën e parë që kam marrë nuk jam ndier kurrë i vetmuar. Duke filluar nga drejtuesit, të gjithë pa përjashtim, te punëtori më i thjesht, jam ndier shumë i ngrohtë. Nuk më ka munguar kur mbështetja, kapiteni, Dita, Naser Ali, Bregu, Meksi, Qardaku. Do me thonë, po t'i filloj t'i përmend gjithë, do t'jenë gjithë në listën e mikpritësve. Por do të veçoja një futbollist, ndoshta nuk është e mira për ta veçuar, pasi gjërat të tjerëve jam shumë falënderues, por do të veçoja Klevin Qefalian. Qefalin, autori i golit të tretë në Superkupë, që i vuri kapakun në Superkupës. Do të jem falënderues shumë atij dhe familjes tij. Ndoshta e kam pasur shumë të vështirë, por ma kanë bërë që jetesën këtu në Tiranë, domethënë, mos ta ndjehet mungesën e familjes time, ndoshta mund të jenë bërë një familje e dytë për mua. Edhe do ju jem falënderues gjatë gjithë jetës, edhe inshallah Zoti do ja shpërblej